Atmosfera e Telebingos I lë vendin atmosferës së miqësisë apo të konfliktit? Të konfliktit. Që mund të përfundojnë në miqësi? Uroj shumë. Se janë dhe dy motra. Janë dy motra. Të shohim motra e parë, Arta çfarë thot? Mos ndihmoni asnjë, sepse kam ndihmuar gjithë botën dhe askush nuk ma diti. Përkundrazi, më kanë shkelu me ken. Arta thot nuk duhet të ndihmosh njëri në këtë botë. Pse? Sepse siç duket familja, siç e kemi thënë gjithmonë Ardit, po bëhet konflikti më I madh për çdo njeri. E ftojmë, zonja Arta. Mirë se vjen. Përshëndetje zonja Eni, përshëndetje zoti Ardit, përshëndetje publikut. Unë jam Arta, kam ardhur nga Greqia, kam një problem familjar me një njeriu tim, pe një nene, pe një babe jemi, po ajo është aq e poshtër sa më ka mashtruar, ka 1 vit e gjysmë që më mashtron, zonja Eni. Ja, të shohim se çfarë ka thënë motra jote. Kam 5 qitale, kam ardhur nga Greqia, kam lënë një fëmijë të sëmur, po megjithatë, sot do ta marri vesh ajo dhe më mirë që erdha sot këtu që të përfundoj këtë punë në atë mizerje. Motra jote thot që shpresoj që sot të zgjidhet një herë për gjithmonë kjo histori dhe unë e ftoj. Dëshira. Mirë se vjen. Përshëndetje Kirja Eni, përshëndetje zotë Ardit, përshëndetje publiku që jeni të mrekullueshëm. Edhe ju në Greqi jetoni? Po, edhe unë në Greqi. A jetoni të dyja në Greqi? Po, jemi të dyja në Greqi. Atëre kanë ardhur të dyja zonjat nga Greqia. Rastin e lë tek ju. Edhe njerë përshëndetje të gjithë publikut, përshëndesim të gjithë shqiptarë që po na ndjekin në këto momente. Jemi në fakt 2 ditë pas, por në fakt pranvera ka filluar. Gëzuar ditën e verës të gjithë dhe një sezon sa më të bukur pranveror për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Zonjat sot vijnë nga një qytet I mrekullueshëm, si qyteti I Gramshit, atëre një falënderim dhe një përqafim të gjithë qytetarëve të Gramshit. Po edhe për shqiptarët që jetojnë në Greqi, Edhe shqiptarët që jetojnë në Greqi, po kemi vendosur Ardit të përshëndesim qytetet tona. Po, patjetër, po me qënë se janë munduar, patjetër, gjithë shqiptarët në shfrytëzojmë rastin. Me shumë dashuri. Arta, fjala është për ju. Zonja Eni, unë kam ardhur Kastile nga Greqia vetëm për të zgjidhur këtë problem. Do të falenderoj shumë në fakt, po. Me Kirja e Kiperapu dhe Boro nuk mund të t'i them zonjë asaj atije që më ka mashtruar ka sot edhe 1 vit e gjysmë. E kam bajtur, e kam marrë nga Shqipëria në Greqi, e kam ndihmuar, e kam bajtur në shtëpi, I kam gjetur punë, I kam gjetur shtëpi se nuk dinte gjuhën, e kam ndihmuar në për spitale, në për letrat, në për 1 vit e gjysmë të kam gënyer unë ty. Po, ti më ke gënyer mua. Dhe ta dish se ka Zot, edhe ai Zot shikon lart. Ti më ke, Zotin e kemi të gjithë. Të shira Zotin e kemi të gjithë, edhe juve dhe ne dhe tërë. Po tani zonja thot ke 1 vit e gjysmë që e mashtron. Unë kam të lutem. Jo me zonja Eni jo. Të marrë në telefon, nuk ngre telefon, të dërgoj mesazh, nuk lexon mesazhet. Moj zonjë, kam I qenë në spital 1 vit, kam mësuar aksident, mua se ku ke qenë kam lënë 1 fëmijë të sëmur. Edhe unë kam hallë, edhe unë kam probleme, nuk ka njeri pa hallë pa probleme. Sa të di ka mu ta problema? Nuk më intereson mua. Nuk janë nësoj problemet e tua me të Nuk më intereson mua, përse më gënjeve, përse më mashtrove. Nuk të kam gënyer dhe nuk të kam mashtru. Po ke 1 vit i gjysmë që më gënjen dhe më Kam qenë në spital, me kam Po telefon nuk merje. Telefon nuk më merje, përse nuk I ngrije telefon. Karta si gjë, nuk di unë të dërgoj as mesazh as si gjë. Nuk ka pas telefona në atë kohë, unë jam moshë madhe. Nuk di të dërgoj mesazh. Nuk më intereson. As mua nuk më intereson. Mua nuk më intereson. Mua përçam kësjel këtu të ke djela shqiptare. Të kam sjell këtu se të kam turpëruar mua. Jo për të turpëruar, po që ta mësoj njerëzit qa fytyre jeti. Moj të qenë një felmish, moj. Qa fytyre? Po bje mua këtu ti. Po të sjell qa fytyre jeti që me mashtron ke sot e 1 vit e gjysmë. Me vërteke, po ti qa kohë keti, po. Po ti sa gënjen, sa mashtron ti? Kush të ka mashtruar? Ti me ke gënjur. Se të mora me vete, se të kam ndjeku në për spitale, se të kam ndjeku për spitale. Ke me për gënjesh.
Ke më të gënjesh, Dur të kesh që më mashtrove. Ke më të gënjesh, moj. Ti, jo. Ke më për të nxjerrë këtu. Do kujtosh të bukën që më morë dhe më ushqeve 5 ditë në Greqi. Nuk po të kujtoj bukën. Po ushqem qene dhe mace. Dava motër për 5 ditë që më mbajtë në shtëpi. Ndimen që të kam dhënë dhe Dhe ma vjen ma shpërblet ti mua këtu. Po. Që të ka prur këtu, zonja Dëshira ka një hall dhe ka bërë shumë mirë që të ka prur, se të ka prur për ndërmjetësim. Tani, si i drejtohesh motrës dhe i thua se s'po i marrin vesh, jeni motra apo çfarë jeni? Jo, Jeni motra ju, çfarë jeni? A ke motrë Sa të? motra që jemi neve kur më mashtron më ka gënjë. Mire, ke motrë të pak. Nga gjaku e ke motrë. Zonja e nuk e pranoja të për motër. A si se ban për motrë nuk e pranoj. të? O nuk është e rëndë kjo që i thua kësaj që nuk të mbaj për Nuk motrë. jetë shumë e rëndë, po unë nuk e pranoj që është motra ime ajo. Së pranoj unë, së pranoj unë me mashtrime që ke bërë ti. Unë ka ti. pas hale, më ka ardhur njerë më pa njerë në spital, ku isha. Jo, edhe unë pësova nuk isha ku e lia. Nuk ngrije telefoni, nuk e ngrije, mesazhet nuk i lexoje. Ku ta ngrija telefon, kisha kartun ati që ta ngrija. Moj, nuk më intereson mua. Po mua më qënë me skaf, moj motër. Nuk më intereson si Më që ke pas qënë me ti skaf, hale. moj motër, nuk ishta shkarab. Si që ke pas ti hale dhe probleme, Moja, në mes të detit, unë nuk jam të rrugë, moj motër. Kam edhe unë, kam punuar 32 Atëre, çfarë ka ndodhur? Po pse mua nuk ka punuar? Unë nuk ka punuar ka Nuk më intereson me Po mua, pse mua më interesojnë të hallet e tua? lekë e mia djersën. Zonja Eni, unë isha në punë, kam rënë nga shkalla sipër. Dësh diqa, zonja Eni, të shapa trut atje. I kam këmbën me heku, zonja Eni. Unë sot duhet isha ke doktori në Larisa. Unë erdha këtu se më ka sjell kjo. Për çfarë arsye? E di shumë mirë Ju lutem, shiko, si një vëndit E di shumë mirë. që edhe ne të Arta, të kuptojmë lutem, për po. çfarë bëhet fjalë. Uluni ju lutem. Po, Arta, Po, zonja. çfarë ka ndodhur për një vit e gjysmë? Se është shumë e rëndë situata në mënyrën që ju flisni. Për një vit e gjysmë, zonja Eni, ajo zonja atje, që nuk mund t'i them dot zonjë, Ti e ke motër, duhet i thuash motra në fakt, po me gjitha të shiti shpin, dhe ma dha Shpinë e kujt? Shpinë e saj, në Shqipëri, në Gramsh, e shiti shpin, ja mora shpin, ja bleva shpin, për 2 dhoma edhe një guzhin. Po, ja të dhëm parat? Po, ja kam dhëm parat, dhe kur më vinë fëmijët që me masin shpin, nuk ishe për 2 dhoma një guzhin, zonja Eni. Sa lek të ka marrë, moj zonja, përgjigjur qik pra të shtëpi. Sa pak lek të ka marrë pra të shtëpi. Sa që më kërkove, i dash. A, sa që kërkove? Po. Të ka marrë më pak, më kërkove. Të ka marrë më pak, unë t'i dash lekët. E ke gabim. Unë dua lekët. Sa janë shkëpyti që kësa janë shpicot. Dua lekët se ka e. Për 2 dhoma një guzhin, edhe është 1 dhomë edhe një guzhin. Më mashtrove 1 vit e gjysmë. Unë letra ti kam dhe tamam nga shteti. Dakor? Certifikat me vull, me sfragjira me të gjitha dhe me firmë. Moj, ti, unë të qaperit ti me shpit. Ma nuk, dhe me të qaperit. Po pse me henga dhomën unë? Ku ti qënë qaperit? Sa metra katror të marë? Unë jo qaperit. 14 metra katrore. Metra katrore. Kjo certifikat atënde. Që i ke dhënë motrës. Po, sa metra katror i ke dhënë? 77 metra katror. Se tani zërin e ngrëti, po metrat i ka matur ajo. Tani sa metra i ke dhënë motrës? 77 metra katrore. 77 metra katrore kam dhënë. Nuk është 77, është 62 metra katrore. Se kemi shuar njeri atje ka matur. Qa ka bërë i birja sa që erdi nga Greqia këtu për ta matur për di gjau. Jo, kam shuar unë njeri atje ka matur. Zonja Eni, të lutem shumë, zonja Eni, 62 metra. Po e ndimoni, zonja Artën. Si po e ndimoni? Po e ndimoni, zonja Eni, të lutem shumë. Moj zonjë ka vajtur inxhinieri, ka matur apartamenti në Gramsh. Dhe më thot, zonja Eni është 62 metra. Ti i ke dhënë letër me 77 metra. Nuk e di ku shaka marrë të gjej. 15 metra katror. Kush ma mori dhomën mua me? I ke gjej me komshiun, dhe komshiun atje për balë. I ke komshit atje. I ke gjej me sotir lupën atje e ke. Po pse me unë do merret me sotirin, më ka ty këtu tani. Unë mora me sotir lupën dhe sotir doli ke dera se kam ba për balë, më dzori qifte të më vriste. Unë nuk vetë të vrite me sotir lupën. Po si të vritet kjo tani? Po të me ke mashtruar pra. E ke mashtruar. Jo, unë e pa ta treguar si histori e di. Jo, unë nuk e dija si histori. Ajo po mashtron këtu. Unë nuk e dija, ti më ke mashtruar. E dite shumë bukur ajo. Jo, nuk e dija fare unë si histori. Ti më mashtron mua. Ti më mashtron mua, nuk e dija fare. Riciktar, dakord.
Se unë kam marrë Po vetë do dalësh për jashtë asaj zonje. Ti do dalësh për jashtë. Nuk vja fare Do këtu. dalësh për Jo, jashtë. po do vije ti Unë do patjetër. dal. O zonjë, po do Unë vije dal. ti. Dhe merr Do vije se do shpirtin të e marr vet. parat Unë dua motrës për lekë. ti do ma e kushin. Unë dua Ore, lekë këtë jemi familja, po çfarë jemi këtu? Zonja Eni, Zonjë, të ajo ka le ta ardhur gjej. motra, ke pasur hall, Letra t'ja ke dhash të shitur rregullta. banesën, se i ke thënë që kam bërë aksident, dhe ke dashur parat, ti ka dhënë në vend të gjitha parat. Nuk ka vajtur direkt në apartament, se zonja dhe ju jetoni në Greqi, në momentin e parë që vjen djali dhe hyn në banesë, mat banesën dhe merr me urgjencë të jëmën. Hajde urgjent në Gramsh, sepse të ka gënjur nuk janë metrat. Zonja telefonon dhe më thot, zonja Eni të lutem, sepse mos kush e di bëjmë ne gabim para se ti them motrës. Pra ajo prap e kujdesshme për mos ju marr juve direkt, ka telefonuar tek unë. Zonja Dhe i Eni, kam unë vënë ja një dhash të inxhinier rregull shtëpi. në dispozicion. Jo, po me mua ti nuk mund t'i bësh fjalë dysh. Zonja Eni, Lutem, unë asaj ja saj kam dhënë zonjës rregull mund t'i thuash shtëpi. ti. Kemi çuar inxhinierin Unë ja kam dhe i ka dhënë matur. rregull. Dhe i ke dhënë 62 metra katror, Le zonjë. ta gjej ajo. Si? Ajo le ta Kush do gjej. ta Kush gjej? do ta gjej? Kush do ta Unë ja gjej? dhash të Moj rregullta zonjë. doma. Ja dhash Moj 2 zonjë. plus 1. Si 2 plus 1, mo, 1 plus plus 1 është. 1 plus 1. certifikatën, Të zove rasti se ishim në Greqi. Tani po më gënjevi shteti se Është njeva dhënë tu. në vitin 2003. Se isha në Gënje Greqi. shteti tu. Zonja e ka të fituar me privatizim. Më gënje E shteti. ka marrë bashkë me bashortin e ka me të hamra. Dhe thot tani na nxjerr Stavri Lupon. Moj zonjë, që kemi ne me Stavri Lupon këtu. Stavri Lupo është komshiu tënd. Tani në qoftë se Stavri Lupo zonjë, se dhe ky është një mashtrim tjetër, të ka marrë njërin nga dhomat, pse si e marrë ti me Stavrin, po i thua kësaj, mere këtë 77 metra dhe vritu atje me Stavrin. Zonja Eni, Si unë qenë ja ka marrë kjo? me atë punë. Po tani të lutem. Ja marrë me atë punë. Po je zonja marrë, Eni. po s'ke zgjedhur gjë. Ajo, mos vite tablete shpitime. Për çfarë erdhi e blevi shpitime ajo? Mama kërkua të tjerë dhe më shumë lekë dhe nuk e E dash. bleva që të ndihmoj aty të bëj operacionin, moj. Jo, Se nuk moj ishe zonjë, lekë të bëj nuk është operacionin. ashtu. Që të operohesh e ti të bëjsh e Po jo, më prandaj ta zonjo. bleva unë. Po jo, më zonjo, po i ka të Prandaj ta baden. bleva unë ty, moj. Jo, më zonjo, se unë e kisha Prandaj shitur ta më bleva shumë unë lekë. ty. Dakor, e kisha shitur Unë- me shumë lekë. Po pse nuk Pa e shite? kërkuar Pse nuk e shite me më shumë Se lekë? nuk shita sot artit, se ma kërkovi Se kjo, nuk se ta ishte për merrnin, jashtë. se nuk ta merrnin, prandaj, Sepse nuk ta merrnin asaj, edhe Ja, unë ja, ka mama qisha në kërkuan. Greqi, Mama edhe kërkuan e atë. mora unë shtëpi, se dja si ishin 2 dhoma në kuzhinë. Ndërkohë Nuk e motra di. jote thot, ti thua që ta mora për të ndihmuar ty, Po. ajo thot ta dhash për të ndihmuar ty. Po, Cila është e vërteta? E vërteta është se ajo do të bënd operacion. jo e më kem. zonjo. Jo, shiko si Jo, thot më motra. zonjo. Jo, jo. Jo, më Cili, jo, cili jo, është jo, varianti jo, yt? libër. Më fal, cili është varianti yt? Urdhërohet zotër. Varianti yt, cili është? Pse ja shite motrës? Sepse ajo ma kërkovi mua shtëpinë, sepse rrinte në Greqi dhe kur vinte këtu nuk ishte ku të shkonte, nuk ishte shtëpi. Po. Edhe unë më tha, ma shit mua. Po, i thash unë, hajde ta marrësh. Po. I dhash letër, t'ja dhash të gjitha në rrugë. Tani se çka ka bërë ai komshia? E ka mbyllur derën ke muri dhe ka hapur ande. Po motra thot që ta ka dhënë ty sepse do bëj operacion dhe të duhesh në disa Jo, lekë. zotardit, jo, se unë kam libër, mua më mbështet libër, Vivlario, në Greqi. Vivlaria Dhe nuk nuk më kërkon ka shumë mbështet lekë gjithë doktori. Dhe unë aq operacion. lekë unë i kisha. I kisha ato Po, i lekë. kisha unë ato E lekë. shikon? Nuk Prandaj, kish jo, nuk më kish vjen, nevojë jo, për zotërti. nuk kish nevojë për lek motra Arta. Unë nuk Tani, kisha nevojë për tani, lekë, tani, këto unë kam po, kam lutem burr, tani, po kështu punon thot në burri. këtë momente. Kështu Po, thot. kështu thot në këtë momente, sepse zonja nuk e kishte kaq nevojshme ta blente apartamentin në Gramsh. Po jo, po Por zonja, me qenë më se fal, zonja dëshira- kërkonte para, Jo. tani ti themi gjërat siç janë. Dëshira Kjo thot- zonjë i Po. ka kërkuar para motrës për operacionin. Ha? Ndër- Se ti themi gjërat siç janë. Ndërkohë dëshira thot që motra kur vinte në Gramsh nuk kishte ku të rinte dhe më tha Tani- se ta blej unë shtëpinë. Arta ka Arti- ardhur momenti të themi të vërtetën deri në fund. Zonja i ka kërkuar para për operacionin. Dhe zonja duke ditur që do vinte një ditë që ajo dhe parat do t'ja jepte, i ka thënë, unë parat do t'jap, ti do m'japësh diçka në garanci. Unë para nuk Pra, kam t'i japë. dhe kanë shkuar dhe kanë bërë një kontratë shitblerje. Dhe zonja i ka bler apartamentin, sepse e dinte që zonja nuk jepte më para. Se unë nuk kam t'i japë para. Apartamentin i thotë kam 77 metra katror. Kur ka vajtur djali, i thotë, o mama, nuk e 77, më ke 62, të ka dhënë 15 metra më pak. Çmimin ja ka marrë si për 2 e kuzhinë. Tani, kush ka mashtruar në këtë mes? Motra këtej, apo motra këtej? E po kush? Po sigurisht që motra këtej, sepse ka pasur një certifikat, që është e vërtet 77 metra,
por brënda e ka 62. Zonja nuk e mati kur apartamentin, se nuk mund mendonte që është ndryshe nga letrat. Letrat Nuk e tregojnë prisja 77. zonja Eni Po. unë që do më mashtronte Po motra kush ime. Po, kush sigurisht. është aty brenda tani, se that një emër ju. Djali. Jo. Jo, Po, është ai, msiu është Sotir Sotir Lupa. Lupa. Kush duk dhoma, se ju thatë unë nuk e hëngra dhomën. Po ku e di Kush ajo dhomën tash? Unë nuk Po, e Po di. ta thot zonja Atë kush e di dhoma. ajo. Jo kjo. Atëre- Atë e di lutem. ajo, unë nuk di gjë. Fal pak, çfarë ndodhi me dhomën? Zotë Ardit, unë kur kemi hyrë në fillim atje, ka qenë 2+1 ajo shtëpi. Po. Dhe kur unë jam larguar, kur kam ardhur, kam gjetur 1+1. Dhe unë me certifikat, me letra, me të gjitha e kam për 77 metrë katrore. Po ja the motrës kur e shite? Ja thash motrës kur vaj. Atë- Jo zoti Ardit. Po tani Jo më zoti vjen keq. Ardit. Po më vjen keq tash. Jo si ja zoti ke Ardit. motrës Në tani. qoftë Unë se ja unë do thash ta tani dija në se ajo shumë. shtëpi Tash u E para gënjej. njerëz Ajo që hyrje ishte ishte fare një tash dome si një apartamentin. apartamentin. Nuk Nuk e e vaj merrja. gjëra siç janë, i Nuk ke e kërkuar merrja. borxh motrës. I ke kërkuar borxh, i ke thënë më duhen kaq para. Motra si duket, nga që të njeh mirë se motra e një motrën, ka thënë, "Kjo para ti mori, nuk më jep më gjë, më mirë ti marr diçka." Dhe mori apartamentin pa dëshirën se do merrte një apartament. Pra nuk u fut as ta maste, as ta shikonte, as kush ishte sotiri, as sa metra kishe lënë ti. Pra merr një apartament me letra, e sigur që motra ja jep tamam. Dhe këtë gjë e ka zbuluar djali i motrës. Se ndryshe, po të kishte qenë që në fillim një kontratë shitblerje me qëllimin për të marrë shtëpi, do ishte pikërisht kjo e para që do maste apartamentin. Por nuk e ka matur. Sepse Po ka nuk dashur ka të matur ndihmoj. zonja Eni se kisha Po sigurisht, besim. po sigurisht. Kisha besim. Nuk është hera e parë që unë blej shtëpi. Po, patjetër. Nuk është hera e parë. A pla kisha besim, nga që kryova besimi dhe e ndihmova, nga jo nuk e mata, nuk i vura metrat e masja. Po sigurisht, patjetër. Pastaj nuk matet shtëpia e motrës, në kuptimin që motra nuk mund t'i japi diçka më të vogël. Atëre, për ta sqaruar për gjithë publikun, jemi në qytetin e Gramshit. Zonja ka përfituar një apartament me privatizim, sikundër të gjithë shqiptarët që kanë përfituar apartamente. Bashkë me bashortin e saj të nderuar, zotin Tare Zani. Po. Dhe është e vërtet që kemi një certifikat të 12/9/2003 dhe regjistruesi është Bilbil Koçia. Flasim tani për 22 vjet më parë. Sigurisht që zonja në momentin që ka hyrë, ka pasur një konflikt me komshiun e saj, Sotir Lupo. Po si e fitoj zonja këtë, jetonte në atë apartament? Jetonte në apartament, Jetonte. para se ta merrte zonja në Greqi, Pra se i jet- ka marrë zonja në Greqi. Pra jetonin, burë e grua, Jetonte, kishin burë e familjen e grua, tyre. Po. Dhe Dhe kishin ka dy- hyrë për 2 dhoma e kuzhinë, si kundër ja dha Gramshi. Ka hyrë në kuptimin që për sa kohë që jetonte, jetonin në 2 dhoma kuzhinë. Këtu është problemi. Pra zonja nuk ka treguar asnjëherë që në fakt 2 dhoma e kuzhinë fizikisht nuk i ka pasur kurrë. Pra, fakti është që ka jetuar si në një dhomë e një kuzhinë, pavarësisht letrës me 2 e kuzhinë. Ka bërë përpjekjet e veta si shtot ajo, po ne nuk dim gjë. Me komshiun, me bashkin, me regjistruesët, dhe në fakt nuk është ndryshuar realiteti. Ajo sot e kësaj dite ka 1 e kuzhinë. E kuptova. Por me letra ka 2 e kuzhinë. Dhe kjo nuk është regjistruar. Akoma sot. Dhe ja ka dhënë si Të nuk është paktën regjistruar. zonja nuk më ka sjell një certifikat të re. Atëherë kur vjen problemi, Më fal, ai dokument çfarë është? kjo është certifikata. Certifikata e regjistrimit. Po. E Me regjistrimit. emrat e të 2 zotrive. Dhe që në certifikatën e regjistrimit janë 2 dhoma e kuzhinë. Po, 77 metra katror. Tani, Ne po i themi në mënyrë të rrumbullakosur prej 76 e 88. Tani, në momentin që unë nda shtëpia, kujt i takonte, kujt banonte. Se kjo histori përfshin të gjithë shqiptarët. Pra, se cili ka marrë shtëpit ku jetonte, shteti ja u dha. Po. Apo jo, për këtë gjë po flas. Patjetër. Bukur. Edhe komshiu aty ka jetuar dem babadem? Edhe komshiu aty. Okej. Tani, Dhe tani, dalim në një histori, sepse tani po flasim për një person që nuk e kemi që nuk e duar. njohim dhe nuk dim çfarë ndodh. Dhe E di nuk pse- mundet që neve të flasim në emër të tij. Qartë, jo, zonja Sotiri po na dëgjon, ne e përshëndesim si Unë doja të gjithmonë. dilja në Po. një tjetër moment. Në qoftë se nuk është se këto kanë jetuar me komshiun, se cili ka Jo. jetuar në shtëpinë e vet. Jo, në shtëpinë e vet. Bukur. Shtëpinë e vet. Dhe në momentin që se cili ka shtëpinë e vet, Po. ndahen certifikatat Po. e pronësisë
në bazë të Metrave jetesës katror që jetojmë. që jeton. Po. Tani, komshia dim gjë ne, edhe këtë sigurisht nuk besoj që u ta dini, por nuk e di, zonja Dëshira, di që komshia çfarë certifikat regjistrimi ka? Po se ka fara jo certifikatin ati, kjo ka bërë përpjekje thot, Zot- por Zoti Ardit, dhomën ai e mori që në Zoti fillim. Ardit. Po tek Pra ja ajo ka marrë dhomë- dhomën që në fillim. Po tek ajo dhoma e ka Zoti marrë, Ardit. e ka E, marrë këtë me tani, dokumenta, këtë tani nuk e dim. e ka marrë si, e ka Tani marrë me prandaj unë nuk dokumenta, dua ta përmend e ka Sotirin marrë- se nuk ja kemi letrat. Qartë, tek Kur të ajo marrim dhomë- letrat e Sotirit, atëherë do flasim për Sotirin. Po kush- Ne flasim sot që zonja ka 76.88 metër katror shtëpi. Tani kush ka jetuar tek ajo dhomë? A Kush tek ka jetuar? tek ajo dhomë ka jetuar Sotiri thot. Tek ka pasur Sotiri. Jeton Sotiri dhe sot e kësaj dite. Po jo, dikur, kur u bën dokumentat, kush ka jetuar? Kur u bën dokumentat, po ai jetovi. E mori edhe e mbylli aty tek korridori im dhe ka hap nga anë e vet. Dhe në certifikatat e pronësisë kur kanë vajtur unë në zyrën e përmbarimit, ai ka pas për 2+1. Edhe unë për 2+1. E di- Dhe vetë po. këtë e ka dhënë Gzim Toçila. E kuptova, po jo, nuk po më kuptoni. Unë thashë dhe ajo që thamë me zonjën Eni, Po. është që E kuptova. përpara se të bëj privatizimi, Po. unë kam patur në shtëpinë time të vjetër të prindërve të mi dhomën time. Po. Dhe ajo dhomë mu dha me certifikat regjistrimi, Sakt. me certifikat pronësie. Po. Tani, tek ajo dhomë, Ka jetuar Sotiri. dem babadem, Që në momenti që zonja ka hyrë, se tani dën babaden nuk e dim, por në momenti që zonja ka hyrë, i është thënë që ti ke 2 e kuzhinë, dhe i ka thënë, ku e kam dhomën tjetër, sepse zotri jam ka vënë mur. Atëre këtu ka filluar debati, është timja apo është e Sotirit? Kjo akoma dhe sot qëndron në këtë formë. Letrat janë 76.88, realiteti është 62. Po, si funksionon të atere? Kur bëshin certifikata, shkonin dhe verifikonin, shkonin në njeri? Po pa tjetër, Po. çdo apartament verifikohesh me metra katror. Po në qoftë se ai Kush të jep një certifikat me më shumë metra, ku realiteti është më pak. E po, nëse aty jetonte ai personi, Këtë tani ne nuk e dim si është dhënë apo e ka zënë. Zonja thot, unë kam pasur 2 e kuzhinë, i ka, dhe kur erdha, ai zotriam kishte vënë mur në korridor. Pra kjo ka marrë 2 e kuzhinë në fillim. Ka ikur, dhe kur kthehet, sërish të banes, shikon që ishin bërë punime. atëherë me këtë logjik i bie që komshia, se i haroj emrin dhe më Sotiri, po, Sotiri. jeton në disa metra që nuk i ka në certifikatën e tij. Këtë Se nuk kështu e i di. bie. Nuk flas dot për gjëra që nuk i shikoj Ardit. Se jo me Pra logjik. unë shikoj regjistrimin e zonjës. Pra në qoftë se ai matsi ka matur tamam, nuk mundet që të njëjtat metra t'i fusi edhe tek Dëshira, edhe tek Sotiri. Sigurisht, edhe ne këtë mendojmë. A. Pra nuk mund të kenë të njëjtat metra dhe zonja dhe Sotiri. Por të kujt janë në fakt në thelb, sepse gabime mund të bëjmë të gjithë. Po, Ky gabim edhe sot që jemi në 2025-ën nuk është rregulluar akoma. qartë. Tani, nga momenti kur zonja vjen tek unë dhe më thot, të lutem zonjë, kam 62 metra katror dhe zonjës i kam dhënë para për 76.88 metra katror. Po. Tani, zonja, o do më kthej parat dhe të marri banesën, ose të më thot ku e kam dhomën, Qartë. se jam pa dhomë. Kam një pyetje. Po. Ai tek ajo zona ty që je ti, është e jotja? Kjo këtu është timja. Është e jotja? Po, është timja. Kjo këtu është e imja? Ajo është tëndje. E po do bëjmë pak publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe Është shumë interesant në fakt. Jo rasti. vetëm, por Shumë unë interesant. gjithmonë them, shjem në gjyq, kur do mbaren në njerë problemet, por me sa duhet gjithmonë sa herë që ne vim, gjithmonë dalin historira. Dhe këtë është për mua në 14 vjetë hera e parë që trajtojmë si gjë. Dhe unë sa po e kam thënë, edhe në insertin që bëj gjithmonë për publikun, që është rasti i parë që unë prek një letër dhe dëgjoj një dëshmi që apartamenti që kemi me letër është më i madh se sa është në realitet. Pra letrat Se i kemi gjithmonë ka qenë më i vogël. Më i vogël. Tani Pra na në del këtë një rast më i kemi madh. një letër më shumë dhe në realitet më pak. Në fakt, tu duhet kishte ardhur dhe Sotiri i pari që të thoshte Në fakt. pretendimin e tij. Në fakt. Kështu që unë prandaj i drejtohem edhe një herë në këtë pjesë të dytë, që në qoftë se ai ndihet i prekur patjetër nga ky diskutim, Dhe ka për të në një cilin dhe ai pretendim, nuk është jo, që fajtor. mund të ketë edhe ndonjë por pretendim. Patjetër, neve e presim, patjetër, pa diskutim, përballë një herë dëshirës, sepse dëshira është pronarja e parë dhe tani më edhe artës që është pronarja e dytë. Kështu që do kisha shumë dëshirë të vinte dhe Sotiri, pa diskutim.
Tani, e mira do të ishte që në momentin që ne ju besoj do të kontaktoni me zotin Pa Sotiri, apo diskutim. jo? Përpara se të diskutoj me Sotirin, unë do flas me Gramshin. Po. Pra, këtë apartament nuk e ka marrë dëshira dhe zaptuar, ja ka dhënë shteti. Qartë. Dhe shteti ka një dokumentacion. Dhe në qoftë se në shtet ne marrim një letër, atë duhet ta përfaqësoj edhe realiteti në metra katror, faktike. Qartë. Dhe në momentin e parë dëshira thot, unë mora zonja Eni 2 eguzhin, largohem nga banesa dhe kur kthehem, shikoj një mur në korridor. Interesohem dhe them si është e mundur të ndodhi kjo gjë. Ky muri ekzistonte më përpara? Jo, Ky muri nuk ekziston të muri. Murin e ka gjetur më pas dëshira. Dhe i thuhet që kjo është pjesë e zotit Sotir Lupo. Po si e mori Sotiri, këtë neve tani e kemi enigëm dhe nuk e dim. Të paktën me dokumentacionin që më ka sill dëshira. Po muri kur u vu në momentin që? Zonja u largua nga shtëpia për motivet e saj. E po këtu ndryshon historia, se deri tani unë po mendoja diçka tjetër. Që zotria ka banuar gjithë jetën aty dhe thoshte që kjo gjë më takon mua, në Jo. qoftë se zhvën muri dhe ka limituar zonjën për të kaluar në zonën e vet, atëre është diçka tjetër. Po, zonja pretendon dhe thot, sepse as unë as ju s'kemi qenë në momentin që është privatizuar banesa. Pra neve dëgjojmë zonjën dëshira që ka ardhur këtu. Ka marrë zonja Eni thot një certifikat, kam jetuar në një banesë në të cilën kanë qenë 2 eguzhin. Qartë. Largohem nga banesa për motivet e saj në emigracion, dhe në momentin e parë që kthehet, shikon që në korridorin e apartamentit saj ishte vendosur një mur. Qartë. Dhe ishte marrë një dhomë nga banesa origjinale. Tani përpara se unë të ulem, do dhe që të sqaronim edhe një pikë tjetër, që u hodh pak më përpara një argument dhe të cilin u shpreh zonja që unë të kam dhënë me më pak para ty motrës. E pash Kështu që, po. kështu që le ta sqarojmë dhe pak Sigurisht. detajt, lutem. Atëre, jemi në qytetin e Gramshit, jemi me 2 motra nga ky qytet i nderuar, me zonjën Arta dhe zonjën Dëshira. Sot që të dyja banojnë dhe jetojnë në Greqi prej shumë vitesh. Patjetër problematikat e shqiptarëve janë nga më të ndryshmet, më tepër sigurisht në emigracion, ndodh një aksident zonjës Dëshira dhe meqenëse se i kërkon një shumë të konsiderueshme parash Artës, motrës së saj, atëre Arta mendon, unë nuk e di se kur i marr parat. Atëre të lutem, në qoftë se ti ke një pronë, ne e këmbejmë me pronën. Dhe ashtu ndodhi. Zonja kishte një certifikat në një shtëpi në cilën nuk banonte më në qytetin e Gramshit, ja kalon Artës dhe merr dhe shumën e parave. Deri këtu historia është shumë normale. Për ndihmë, gjithë secili nga ne ndihmon motrën, vllajin të afërm, për më tepër që jepet dhe një pronë në posedim të zonjës. Arta nuk vjen në këtë shtëpi, se jeton në Greqi. Gjatë verës vjen djali i saj. Dhe në momentin që hyn në banesë, shikon që banesa nuk dukej për 2 eguzhin. Atëre e mat banesën dhe shumë i alarmuar merr nënën e vet në Greqi. I thot, mama, të ka gënyer Dëshira. Apartamenti nuk është 2 dhoma eguzhin, është 1 dhomë eguzhin. Atëre këtu fillon më pas edhe konflikti. Dëshira nuk e pranon, sepse me të vërtet, Dëshira ka marrë në 2003 një certifikat nga qyteti i Gramshit dhe nga zyra e hipotekës së saj, me zotin Bilbil Koçia, pra që ka qenë regjistrues në atë kohë, 22 vjet më parë, një apartament në të cilën thuhet, apartamenti është 76.88 metër katror. Ndërkohë sot, në qoftë se ne, dhe gjithë secili nga ne, do shkonte ta maste, gjë të cilën ka bërë Arta dhe inxhinieri i çuar nga zyra ime, e ka vërtetuar që apartamenti është 62 metër katror, por ama shuma e parave nga zonja Arta është dhënë për 2 eguzhin. Ndërkohë Dëshira thot, zonja Eni, ja kam shitur më lirë, sepse ajo e ka ditur problemin, dhe unë nuk i kam marrë për 2 eguzhin, e kam marrë për 1 eguzhin, biles mua ma kanë kërkuar dhe më shtrenjtë, me gjitha të unë preferova dhe ja dhash motrës. Këtu tani do të qëndrojmë, që sa ka qenë shuma e parave për cilën ne pretendojmë, ka qenë për 2 eguzhin, apo për 1 eguzhin. Zonja Eni, unë kur sepse kjo të shqetëson dhe ty, apo jo Arta? Po. Ti nuk e probleme, e ka marrë Sotiri se ka marrë Sotiri. Ti kërkon parat,
merë apartamentin Unë brap, para nuk kam, vazhdo zonja dhe Eni, përshkëpuash, parat ktheja motrës. Unë Tani nuk të kam para lutem. të jap, zonja Eni. Zonja Eni, Po, e para mora mos presi shtëpi nga për mua, 2 jo. doma një guzhin Po, dhe e pagova deshit për 2 marri doma një shtëpinë. guzhin. Unë dua të marri Unë shtëpinë para mbrapsht nuk kam dhe të më t'jap. japi lekët që i kam dhënë. Kam punuar 32 vjet në Greqi për ato lekë. 32 vjet. Punoja në 3 punë, zonja Eni, me 2 orë gjumë. Për të marrë atë Para shtëpi. nuk e për të marrë nga mua, të thash një herë. Unë Si më para të marrë lekët nuk ume, të kam marrë t'jap. lekët e mija. Po deshën Po bashkë. qarë thua ti më s'do marrë lekët e mija, moj. Që s'do marrë ka unë lekët e mija, që kam punuar unë kaq vite për ato Unë të lekë. urdhro, ja ku i ke. Ku i kam? Ku i kam? Moj, unë dua lekët e mija, moj. Moj, ikë këtu, më merr vesh apo të. Kam punuar kaq vite, kam punuar kaq vite, unë për ato lekë, moj, gjonti. Gjonqa po të mund ty. Gjove, Ikse Lenam, po ik atje. unë dua lekët, moj. Kam punuar, Vjen turp ka të mua ke me këtë shpi. kanë të thyer. Moj, turp Mua të do ke më shpi. hedhësh. Turp të Prap ke do më shpi. çosh në spital. Turp të ke shpi. Ik, Nuk moj. më intereson një Ik, moj, fare. çfarë, Unë ande. dua lekët. Dëshira. Kam punuar kaq vjet unë për atë shpi. Ik mos ke Kaq tur. vjet kam Të punuar. gjithë një jetë Gjove, të punë ke bërë ti. Kaq vjet. Dëshira. Pik Po, të tur. sjella Hajde tu. moj. Po, për të Qepe. drejtën time. Qepe. Për të drejtën time. Rapse. Dua të drejtën time. Rapse, Merë ku shpinë, leo. më jep lekët. Mbylle. Merë shpinë, më jep Lekë lekët. të thash, Gjove. Më jep Mbylle, po të lekët. Dëshira, po pse ta Nuk mbylli më tani? intereson. Urdhro zonja Eni? Si urdhro zonja Eni, të lutem tani. Më falë, për sa ja ke dhënë apartamentin? Për sa ja Për kam 2 dhënë? apo për 1? Urdhro, ja ku i Po ke jo, vetë. se duhet kesh kurajo të fort atëre. Po duhet kesh ti kurajo tani të vetë fort, po i ja thua, kam thënë që në zonjë, fillim kur është ke zonja ardhur Eni. në Shqipëri, Po unë jam pranove sqarova. që e ke gjetur apartamentin me 1 kuzhinë. E sqarova. Se nuk ja the motrës që zonjë, nuk e 2 kuzhinë në realitet. Me letra e ke 2, në realitet e ke me 1. E kam sqaruar. Dhe ti merri sa për Jo, një jo, nuk kuzhinë. e ke sqaruar, se po të kishe sqaruar, nuk e merr në Ajo shtëpi. të bëj çfarë të do. Po të më kishe sqaruar, nuk e merr në shtëpinë unë, moj. Unë s'mu ta di që dot. Nuk e merr në shtëpinë, po të më kishe Vetë kërkoj sqaruar. shpitime, ja thash. Mos gënje, mos mastro. Ja, nuk Po e ke ta fare. dija që ishte dhomë e kuzhinë, nuk e merra, se unë nuk kisha nevojë për dhomë e kuzhinë. Kisha nevojë për 2 dhoma dhe 1 Mos e kuzhinë. merje më motër, të thash në fillimun. Të thash që në fillim. Po, Nuk mirë, e s'u ja turp, marrë më thuaj letra. dhe motër. Ja, Tani, po Nuk shpia. e turp, më thuaj dhe motër. Erdi të birë, Më erdi thuaj të birë, motër që më Mati. mastrove. Moj dëshira, Që më me falë tani. mastro. Trove. As pa ta di, bë ç'a duash. Gjej ku të duash, 4 Jo, me po 5 kjo Unë është ti gjë. gjej aty tjetër. Ti më Kjo ti është të merr kesh një hallin dhe t'ja një kalosh një tjetër. një Do të jeni, Qaro moj ti motër, me letrat komshin ja do ku i ke. sqarohem. Ja ku i ke. Mua shteti mi ka dhënë ato letra. Unë kur e mora në fillim, e mora 2+1. Kur u ktheva e gjeta murin të mbyllur. Ishte hequr dera. Moj, E kishte mua hanë për hanë çfarë vetë. mashite 2+1 Unë- ti? Mua për çfarë mashite Jo, 2+1? më zonjë, e ke gabim. E ke gabim. 2+1. E ke Tani, gabim. dëshira, mund të marri një njeri një apartament me probleme, sepse kjo nuk është e pranueshme. Si mundet kjo me dorën e vetë të vi dhe të blej një apartament me probleme? Dhe i thua tani tërkohës që ti e dije. Tani më vjen shumë keq. Ajo dinte vetëm një gjë, që ti zonjë isha aksidentuar dhe kërkoje para për ndihmë. Zonja Eni, Dhe motra nuk e pa apartamentin. Le të bëj Nuk çfarë të shkoj doj, ta zonja maste, Eni. se nuk mund ta besonte Unë nuk që mund të motra merr mashronte. me gjithkohë. Të lutem, Ka zot. problem, unë kam Të hallë. lutem, i ke kërkuar Kam para fëmijë për të smur aksidentin atje. dhe të ka dhënë për Dhe kam 2 aksidentin. javë që riktu dhe ai fëmija im është pa ilaç atje. Dakor, zonja Eni, e kam shumë me probleme djalin, e kam 67%. A napiro, se s'fara ka lo puli. Mos më bjerë mua Falë, jo se unë këtu nuk e për këtë problem. Dhe unë jam gjysëm njeriu këtu. Kam 2 javë Këtu të nuk rikte. kemi ardhur as për djalin, dhe as ti- për ti- shëndetin, kemi ardhur për Dëshira, shtëpi. pse nuk e denoncove ti këtë? Këtë denoncoja. Në momentin që gjete murin dhe t'ishte zaptuar pjesa që ti O jeton dhe në Greqia jo, iku në Greqi. Po jo, më jo, Unë jetoj në Greqinë, zotë Ardit, nuk isha një mundësi që të rria të zjeshe me atë si ne, që a i më doli mua me qiftet, më vriste dhe i doli ema dhe i tha, qa po bëdi, i tha se do ishtë në burg, dhe i tërhoqi mbrapsh. Dësh më bravi, nuk mundesha të merresha me Po, atë njeri, jo, në është shumë, si ta them, ka probleme, Shiko, baba. në momentin që të doli me çifte, pse nuk vajte në polici? Kam vajtë në polici, unë më kanë thirrë në policie. E kur ka ardhur puna, kanë mbrojtur atë se ka një dhëndër nga Librazhdi. Edhe ai shefi policisë ishte nga Librazhdi. Edhe unë kam vajtë me fëmijë të vegjël në përduar dhe burrin e kisha rrugët Greqisë. Polici- Vetë burr, vetë grua. Policia nuk të ndihmoi? Policia e diti si është atje. Mbrojnë ata që njohin. Jo, nuk e di si është policia. Po. Unë di atë polici që thuhet që është ajo që është. Zoti Ardit, kam hequr shumë E, probleme. policia së pari duhet shoj letrat në qoftë se.
Edhe unë nuk e di se cila është detyra e policisë, por nëse ai të ka ardhur me nuk mi çifte, kërkon kur letra. gjë e parë që duhet bënte policia duhet mi kërkonte kërkon çifte, zotëra por letra. unë nuk mund Ne të nuk flas marrim pa autorsinë ditur e se fjalëve si të ka Dëshirës, vepruar dhe lutem. çfarë ka bërë policia. Nuk mi kërkuan Sepse nuk mund ta them këtë gjë për sa kohë që nuk e di. Po, të kuptoj. Por i takon policisë Zonja të shprehet për sa Zonja kohë që Eni, këtu po bëhet një mua nuk më denoncim. intereson se çfarë ka bërë ajo. Ata na Mua më fushon, intereson të më kthej lekët Pra mbrapa. ju nuk e doni më apartamentin, Jo, ta mbani. nuk e dua zonja Eni. Nuk e dua një apartament me probleme. Shite, bë qatë Unë kam dua. bler apartament në Greqi, kam shtëpinë time në Greqi, bleva shtëpi këtu. Nuk kam probleme, ande të kem probleme këtu. Unë nuk kam lekë të Nuk e blej, nuk e dua lekët e mia, Harroje. lekët që unë i kam dhënë. Harroje. Dua lekët mbrapsh. Harroje, Nuk po më intereson mua çfarë probleme shka jo. Harroje. Të gjithë kemi probleme, të Dakor. gjithë kemi halle. Harroje, Nuk ka njeri pa halle sot. Po pa diskutim. Nuk ka njeri pa halle. Unë dua lekët e mia, zonja. Zonja Dëshira, ju pse e keni kaq problem? Merreni apartamentin pas, shiteni më shumë ashtu si kundër pretenduat dhe përsëri merrni paratë tuaja. Po motrës hiqani këtë siklet. Për çfarë arsye ti tani Vete duhet do thuash? zgjem unë. E, zonja Eni. Unë duhet ta zgjidh këtë problem. Ajo duhet ta ta zgjidhja atë problem. Sa nuk e zgjidh unë. Shumë bukur mu ta zgjidhja atë problem ajo. Po si shumë bukur? Shumë Si bukur e zgjidh. Po si e zgjidh pra? Si të shkoj? ajo, le ta zgjidhja ajo që e blevi. Unë nuk kam lekë të kthej mbrapsht asaj zonja Eni. Unë ato lekë që pata i hodha në për doktora. Mua nuk më intereson I mua kam ku dhënë o dhe për doktora, lekët zonja ti. Eni. Mua nuk më intereson ku o dhe lekët ti. Unë Nuk dua kam lekët e kokërën mia. e lekut të jap. Dua Atëre, me sa kuptoj Nuk unë? më intereson, unë dua lekët e Pa mia. pasur prezente dhe Zoti Sotir Lupo. Por në këto momente na dëgjon Gramshi, na dëgjojnë të gjithë antarët e atyre komisioneve të cilët kanë dhënë këto apartamente. Dhe për kohën në të cilën flasim, sepse një pjesë e madhe e shqiptarëve kanë qenë përfitues me anë të privatizimit të banesave, nuk mund të bëheshin gabimet saj natyre. Sepse apartamentet kanë qenë të regjistruara që në periudhën pas viteve 90 dhe ndërkohë në vitin 92 filloi të funksionojë dhe ligji mbi privatizimin e banesave. Dhe sipërfaqet kanë qenë ato, nuk mund të ndryshonin. Por në qoftë se këtu është marrë një sipërfaqe nga sipërfaqja e banesës së zonjës Dëshira dhe zotit Tare dhe i është futur në certifikat për motive nga më të ndryshmet zotit Sotir, unë atere po i drejtohem qytetit të Gramshit, të funksionarëve të kadastrës, të bashkisë, që neve do nxjerrim që në origjinë kush e ka pasur apartamentin 2+1 të dhënë nga zoti Bilbil Koçia, regjistrues në vitin 2003, dy familjarëve zonjës që kemi këtu, Dëshira dhe Tare. Pra, kush e ka pasur këtë apartament? Do të shikoj metrat katror, si ka kaluar të zoti Sotir Lupo, dhe unë po i them Artës, Arta e dashur, ti nuk je në gjendje të presësh, derisa ne të nxjerrim këtë të vërtet, kërkon patjetër parat. Po zonja Eni, sepse unë e mora shtëpinë për 2 dhoma një kuzhinë. Po e mora vesh këtë, Nuk e mora për vesh. një dhomë një kuzhinë. Po e kuptova Dhe si këtë. ka mundësi që Moj, edhe njerë se së bëra pyetje. Me Sotirin je takuar ndonjëherë me Sotirin? 1+1. Moj, me Sotirin që e ke komshi, e ke takuar ndonjëherë apo Jo, jo? nuk e kam takuar. Unë vi 2 ditë, 5 ditë edhe iki. Vi ku kam një hall, një problem, zonja Eni. Pra nuk jeton, akoma sot. Nuk jetoj akoma këtu. Të shohim pak si ka votuar publik. Publiku është me zonjën Arta. Tani, mua më vjen keq, Faleminderit. sepse jemi brenda një konflikti familjar, si kundër e filloi edhe Arta, të një natyre shumë të veçantë dhe specifike. Ti shesësh motrës, vllajt, një njeriu të afërt, një banesë me probleme, kjo nuk ka ku të ri. Dëshira, unë të flas si motër në këtë rast. Nëse do më kishë ndodhur mua, unë do isha ndoshta dhe më e zjarrt se sa Arta. Sepse nuk janë lekët, është gënjimi që ne marrim nga familjarët, Shumë bukur pikërisht e për kinta, veprime e, të e, tilla shumë bukur e shumë të kinta. rënda. Shiko, sa do parat i kthesh kësaj motre ti, Para nga mua. atë gulq, edhe ato lot, dhe atë mlef që ka mbledhur ajo zonjë, Para ti nga nuk ja mua, shëron ajo dot nuk kur. merr, le ta Pra, shpresë po se të veç thot atë Eni, doj. dëgjoje me kujdes. Është gënjimi. Mund t'jen 5 lek, mund t'jen 10 lek, Për mund t'jen mua, 20 hajde lek. ja. Është pikërisht përballja me motrën që i thot, I ka harroj gjetur, se nuk i merr më, e dije, e more vetë se unë mund ta shisja më shumë. Kjo është shumë e rëndë, kjo është një përgjigje shumë e rëndë që ju bëni. Dëshira, Arta e dashur, Me zë- unë të thash edhe njerë,
ta kam thënë dhe në mënyrë private, po ta them sot edhe publikisht. Situata nuk është e thjeshtë. Jemi në vitin 2025. Ligji ka filluar në vitin 92. Kemi gati 33 vjetë në mes. Historia mund të ketë marrë pa tjetër kthesat nga më të ndryshmet. Një gjë nuk ka ndryshuar. Regjistri i pasurive të paluajtshme që ka pasur çdo qytet i Shqipërisë me një rregull të jashtëzakonshëm, të cilat ishin të pandryshueshme dhe këtë regjistër do ta japi Bashkia e Gramshit për të parë pikërisht këtë apartament si ka qenë dhe si është transformuar. Në qoftë se i është marrë kësaj zonje në mënyrë të palishme dhe i është dhënë një qytetari tjetër, ajo do kthehet në mënyrë të padiskutueshme, sepse mbi të gjitha nuk e thot Eni, e thot ligji, e thot letra e Bilbilit, e ka bërë Bilbili këtë, nuk e ka bërë Eni Çobani. Eni Çobanit i ka rënë në dorë mbas 23 vitesh. Dhe 23 vjet kjo nuk është ndryshuar. Atere, me qënë se problemi doli nga arta, më falë, edhe njërë ndjes, e kam kërkuar gjatë gjithë kohës. Unë ardit flas me letrat që protagonistët sjellin. Por kjo derë është e hapur njësoj me të njëjtën dashuri dhe me zëmër të madhe nga unë dhe nga të gjithë ju për të tërë ata që përmenden në këto seanca ndërmjetësimi. A mund të ndodhë për shembull që gjatë kësaj kohe të jetë bërë në një ndryshim? Patjetër. Mund të bëjë ndryshime? Mund të jetë shitur, mund të jetë tjetërsuar, mund ta ketë marrë një banor tjetër. Jo. Domethënë aty janë 77 metra katror, po? Okej. 62 janë atje. Jo, 77 janë me dokumente. Është me dokument, po. Dhe ajo nuk ndryshohet. Nuk ndryshon. Pikërisht. Po sikur të jetë bërë ndonjë ndryshim, nuk di. Në dokumentacione. Pra kjo certifikata që keni ju është 23 viteve më parë. Po. Bukur. Gjatë 23 viteve, patjetër. Zotria mund të ketë hapur në një gjyq, po fantazoj. Pa diskutim. Dhe zonjat nuk kanë qenë se janë në Greqi, dhe mund të ketë marrë metrat që ai pretendon që janë të tijat, dhe mund të ndodhi që të ketë një tjetër certifikat regjistrimi ku këto metra janë dhe ky mund të konsiderohet një dokument i vjetër, po them kot. Mund të ndodhi apo jo? Çdo gjë që thoni ju qëndron. Prandaj ne lëm hapësirë për ata të cilët e dëgjojnë këtë histori, të na japin mundësinë dhe ne që e prekëm sot këtë fakt shumë të rëndë për t'i shkuar deri në fund. Pra, unë nuk them që e vërteta dhe e drejta qëndron vetëm te kjo letër. Por ne duhet kemi një indicje. Se vetëm këtë kemi. Po. Më falë zonja Eni. Duhet kemi një indicje. Po. Unë jetoj në Greqi dhe certifikata e pronësisë që del vetëm një herë. Nuk mund të dredhosh në certifikat. Po, jam shumë dakord me ju, patjetër me gjithë respektin për banesat që keni dhe për certifikatat që merrni, po në Shqipëri, me qënë se kemi qenë dhe vazhdojmë t'jemi në një tranzicion shumë të rëndë dhe të vështirë, ka ndodhur që dhe ka ndryshuar certifikata, prandaj neve flasim këtu. Prandaj them edhe një herë Ardit. Duhet interesohemi tek zyrat tjerë. Patjetër, jemi të hapur për takime nga afër me zyrat përkatëse të cilat mbajnë arkivin e qytetit të Gramshit. Për shembull ndodh që të shkosh në arkivin e qytetit Gramshit dhe entit të banesave. Dhe entit të banesave dhe të thuash që filan zonë, filan vend. Jo, është me numër pasurie. Me numër pasurie, është shumë e thjeshtë. Okej, atëherë ky numër kujt i takon? Po, kujt i takon, pa diskutim. Dhe do marrim tërë faqen e regjistrit. Sepse le të themi çdo banesë ka një numër pasurie. Pa diskutim. Edhe ne kemi me numër. Edhe nëse atë pjesë e ka marrë komshiu, është njëjti numër. Është njëjti numër. Pra ne të shohim sot aktualisht, numri pasurisë ndryshon. Ky numër pasurie kush e ka dhe kujt i shkon. Tani numri pasurisë së zonjës Dëshira është i ndryshëm nga ai komshiut. Dhe në qoftë se ai ka bërë këtë marrje, që sigurisht nuk e ka marrë vetë personalisht, ja ka dhënë dikush. Mund t'ja ke dhënë dhe me dokumentacion. Ka ndryshuar numri pasurisë. Kam këtë tabel. Po. Dhe këtë tani do ta regjistrojmë. Po. Ka një numër pasurie. Po, fillestar. Në moment që ndahet në 4 pjesë. Ndryshojnë numrat. Po, origjina ngelet. Në këto 4 pjesë që janë, kemi 1, 2, 3, 4. Po. Atëre, ky njishi, në ato 77 metra, këty njishi i takon Dëshirës. Në rastin se e ka marrë komshiu, ky njish mbetet njish, apo bëhet një numër tjetër? Bëhet një numër tjetër. A bëhet një numër tjetër? Pra këtë doja të thoja, që këtë numër që ka Dëshira,
Ne nuk Ne mund dim ta- se është i Po, dëshirës, ama ky apo mund të jetë dëshirës një numër është. tjetër. Neve këtu do ta fillojmë nga origjina. Okej. Ne e kemi origjinën, e Qartë. kemi një indicje. Se Qartë. çfarë ka ndodhur më pas, do ta gjejmë në Gramsh. Ama pavarësisht numrit, ky numri identifikon këtë Pa pjesën diskutim. këtu. Po, këtë pjesën Pra, këtu të çfarë parë. do numrit, sido që të ndryshohet, Është krijuar mbi identifikon këtë. mbi këtë. Po, pa Kështu që diskutim. është lehtësisht e verifikueshme. Lehtësisht e verifikueshme, flasim për qytete që nuk janë shumë të mëdhaja, numri banorëve të tyre nuk është kaq i madh. Unë jam e sigurt që nëse të tërë ata që e kanë dëgjuar sot identifikojnë edhe zonjat që neve kemi këtu dhe zotrin që kemi përmendur, pra janë shumë të lehta Kupton, gjërat po. Ardit, nuk janë kaq të vështira dhe unë besoj që neve do të gjejmë komunikimin e dur edhe me qytetin e Gramshit për të zgjidhur një herë në radhë të parë që ky gabim është bërë me qëllim apo ka pasur problematika tjera. Qartë. Dhe Gjithçka fillon e nga ky dyta, dokument. pa tjetër. Dhe e dyta është që në qoftë se zonja, pa tjetër, edhe në qoftë se ne e zgjidhim, nuk e do më apartamentin, dëshira duhet premtoj që duhet i kthej parat. Po dëshira si ja kthen do të parat për momentin sepse thotë s'ka mundësi. Vetëm në qoftë se do t'ja shesi dikujt tjetër. Por ai tjetri nuk e blen nëse do të ketë përsëri këto probleme. Atëre kush duhet të hyjë në këtë rast? Si gjithmonë, zonja Heni Zonja shkon Heni Çobani. në qytetin Nga ajo përkatës, që sjellë këtu. takon njerëzit, flet me ta Për të dhe uroj sjellë shumë hallet e popullit. që në fund të gjithë kësaj historie t'ju sjell një të vërtet të madhe, jo vetëm për Gramshin, po për çdo shqiptar që e do ndërmjetësimin dhe zgjidhjen që apartamenti pa tjetër do të marri formën dhe numrin e metrave që ka në të vërtet. Faleminderit zonja Eni. Bravo, Eni. Uroj të zgjidhet sa më shpejt ky problem, ne do të kemi pak publicitet. Faleminderit. Kënaqësi, Faleminderit. kënaqësi.